për të punësuar familjen dhe njerëzit për rreth, kanë qenë eksperienca të jashtëzakonshme prekse, do thosha, dhe në ndërkohë eksperienca që më kanë treguar qartësisht se me një mbështetje financiare të arsyeshme, ato ndërmarrje, ato realitete mund të rriten edhe mund të sjellin të reja kuptim plota për ekonominë tonë. Po nuk është vetëm eksperienca e atyre që janë kthyer, po është edhe eksperienca e atyre që kanë punuar këtu qysh në kryeterës dhe që sot janë gati të hedhin një hap tjetër. Dhe në fund të çdo bisede, problemi ka qenë financimi i aksesueshëm dhe i arsyeshëm në pamundësi për të marrë kredit normale, komerciale, të cilat nuk mund t'i përballojnë për të hedhur hapin tjetër. Dhe kështu ka lindur edhe ky projekt, i cili fillimisht ishte një projekt i dedikuar për bujqësinë, nga i cili ne nxorëm mësimet tona bashkarisht, dhe sot është një projekt që është kthyer në një program shumë serioz mbështetje të qeverisë shqiptare për të gjitha ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Dhe sot të gjithë ata që kanë një ndërmarrje të vogël apo të mesme duhet ta dëgjojnë qartësisht që brenda një kohe shumë të shkurtër pas firmosjes së marrëveshjes do të futet në zbatim një program i cili ju hap të gjithëve një derë për të dyfishuar sipërmarrjen e tyre, natyrisht bazuar në planin e biznesit dhe në gjithë komponentët e tjerë që janë të pa tjetërsueshëm dhe të pazëvendësueshëm për bankat e nivelit dytë.